Një projekt për ndërtimin e një kulle 58, katëshe pranë digës së liçenit artificial të Tiranës, ka ngritur alarmin për një rrezik serioz sigurie dhe përmbytje për banorët poshtë saj. Paralajmërimi vjen nga inxhinieri Erion Kalaja, i cili përmes një reagimi publik ka denoncuar lejen e dhënë më 25 qershor 2025 nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit për ndërtimin e kullës në zonën e parkimit publik pranë digës. Sipas Kalas, ndërtimi i një strukture të tillë në këtë zonë rrezikon drejt për drejt stabilitetin e digës, e cila është ndërtuar me dhe të ngjeshur në vitet 1957, 1962 dhe ka pasur rrëshqitje dhe dëmtime në disa raste. Përfshir vitet 1968, 1974, 1991, 1994, 1996 dhe 2002. Diga është ndërtuar me dhe të ngjeshur, ndërsa struktura e re do të jetë beton. Lidhja e këtyre materialeve është shumë e vështirë dhe krijon mundësi për filtrime të rrezikshme, shkruan Kalaja.